Përshëndetje për gjithë. Të nderuar anëtar të kuvendit të kryeqytetit, i nderuari kryetar Zoti Rama, të nderuar nën kryetar, drejtor të drejtorive, përfaqësues të mediave dhe të gjithë ju prezent. Mirë se keni ardhur. Po vazhdoj me mbledhjen e 4 të rregullt të kuvendit të kryeqytetit të Republikës Kosovës. Jemi mbledhur sot për të diskutuar mbi çështjet e përfshira në rand ditës, materialet e nevojshme për këtë seancë besoj keni pranuar me kohë nga shërbimi i kuvendit. Para se të fillojmë me shqyrtimin e pikave të randit ditës, së pari konstatojmë korumin sa kemi korum për të vazhduar mbledhjen. Los shërbimin e kuvendit të konstatoj korumin. Nga shërbimi i kuvendit më njoftoi se 42 janë të pranishëm, konstatojmë se kemi korum. Tani vazhdojmë me randin e ditës. Për këtë mbledhje është parapar ky rand i ditës me gjithsej 18 pika. Pika parë, miratimi i ekstrakteve të proceseve verbaleve të seancës së jashtëzakonshme dhe të seancës së tretë të kuvendit të kryeqytetit. Pika 2. Raporti financiar buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 janar 31 dhjetor 2024. Pika 3. Raporti financiar buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 janar 31 mars 2025 të mënyrshme. Pika 4. Propozim vendimi lidhur me planin lokal të veprimit për barazi gjinore 2025-2026. Pika 5. Diskutim mbi situatën lidhur me qend enda cak në kryeqytet. 6. Propozim vendimi për subvencionimin e borxhet të vjetër NPL pastrimi. 7. Propozim vendimi për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2025. 8. Propozim vendimi për vënien në diskutim publik të strategjisë së Prishtinës për ardhmën dhe kulturën 2026-2031. Pika 9. Propozim vendimi për miratimin e rregullorës për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës. 10. Propozim vendimi për dhënien në shfrytëzim të pronës së palishme të komunës NPL, trafiku urban, shoqëria aksionare. 11. Propozim vendimi për dhënien në shfrytëzim të pronës së palishme të komunës Ministrisë së Punëve të Brendshme, Policisë së Kosovës. 12. Propozim vendimi për dhënien në shfrytëzim të pronës së palishme të komunës Këshillit Prokurorial të Kosovës. 13. Propozim vendimi për caktimin e komisione për rekrutim të drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të institucioneve edukative arsimore dhe aftësuese në kryeqytetin e Republikës së Kosovës në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. 14. Propozim vendimi për hartimin e planit të hollësishëm rregullues Çaklavica. 15. Raporti i ndërmarrjes NPL pastrimi. 16. Raporti i NPL Termokos. 17. Pyetje dhe përgjigje. 18. Të ndryshme. A ka dikush diçka me propozu? Una? Nëse ka, fjalën e ka kërku Muhamet Selmani nga radhët e PDK-s. Faleminderit kryesues, unë nuk kam pikë të randit për me shtu, mirë po me qenë se mbledhja e sodit ka rastisht është në ditën e njëjtë me 2 data të rëndësishme të kombit. E para është ditëlindja e herojit Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe e dyta është përvjetori Luan Haradinajt, edhe ju ftoj të gjithëve të nderojmë këta 2 heroj me 1 minutë heshtje. Ka mundësi edhe një kërkesë se ka kryetari? Mohamed, faleminderit shumë, faktikisht ftesë e qëllueshme, unë kisha dashur me ashtu ftesën edhe për 26 vjetorin e vrasjes së veprimtarit të çështjes kombëtare akademikut Femi Aganit. Faleminderit. Faleminderit, atëherë 1 minutë heshtje për.
Lavdi. Jeta Rafuna ka kërku fjallën? Faleminderit kryesues, nderuar kryetar, nënkryetar, drejtor, kolega asamblesë, përfaqësues të mediave. Kryesuese mora fjalën lidhur me rendin e ditës dhe përpilimin e pikave të rendit të ditës. Pas pranimit të emailit me pikat të rendit të ditës, natyrisht është mbajtur edhe takimi i Komitetit për Politikë dhe Financa, ku në atë takim të komitetit rendi i ditës është ndryshuar dhe janë shtuar pika pa koordinim me kryetarin e komunës, ku ligji për veçeverisin lokale e thotë qartë se kush e përpilon rendin e ditës, ku është përpilimi nga kryetari në koordinim me kryesuesin e Kuvendit Komunal. Pas atij takimi, kam kërkuar një opinion ligjor edhe një herë, apo një sqarim në lidhje me këtë çështje nga zyra ligjore e komunës natyrisht, dhe kam pranuar një opinion ligjor ku thuhet se rendin e ditës për seancë e përpilon apo e përgatit vetëm kryetari në koordinim me kryesuesin e Kuvendit Komunal. Saktësisht bazuar në nenin 47 të ligjit 03L040 për veçeverisjen lokale, paragrafet 1 dhe 2 janë përcaktuar se 47.1 rendi ditës për takimin e Kuvendit të komunës caktohet nga kryesuesi i Kuvendit të komunës në marrëveshje me kryetarin e komunës. 47.2 antari i Kuvendit të komunës mund të kërkojë shtimin e pikët në rendin e ditës gjatë seancës së rregullt të Kuvendit të komunës nëse çështja që kërkohet të përfshihet në rend të ditës është çështje urgjente me rëndësi publike. Ndërsa sa i përket Komitetit për Politikë dhe Financa, neni 52.1 Komiteti për Politikë dhe Financa kryesohet nga kryesuesi i Kuvendit Komunal dhe përbërja e tij duhet të reflektojë përfaqësimin e etniteteve politike në Kuvendin e Komunës. 52.2 Komiteti për Politikë dhe Financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave, dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave, kornizën vjetore, buxhetore apo të mesme, planin vjetor të prokurimit dhe çdo ndryshimi të buxhetit gjatë vitit fiskal, si dhe përmarrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në Kuvendin e Komunës. Sipas këtij opinioni ligjor, ndryshimi i pikave të rendit të ditës në komitet është i jashtëligjshme dhe si grup i Asamblesë të LDK-s kërkoj që rendi i ditës të kthehet ashtu siç na është dërguar herën e parë kur është përpiluar në koordinim nga kryetari i komunës dhe kryesuesi. Për ndryshe, si grup parlamentar, nuk do të marrim pjesë më në këtë seancë, ku sipas neve është shkelur ligje. Faleminderit. Faleminderit, zonja Rafuna. Dëshiron dikush fjalën? Zoti Gzim Speshla ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë anëtarët e ekzekutivit, kolega asamblesë. Dëgjova me vëmendje fjalimin e shkruar të shefës së grupit të Lidhjes Demokratike. Ky kuvend funksionon tash 3 vite e gjysmë dhe gjithmonë e ka pas këtë praktik që në Komitetin për Politikë dhe Financa janë shtu pikat rendit ditës, janë hek pikat rendit ditës, ka ndryshu rendit ditës, do më thonë është një gjë që funksionon tash 3 vite e gjysmë dhe nuk ka asnjë arsye të vetme që në fund të mandatit për qëllime të caktuara të ndryshojë. Këtë rend ditës, atë ditë në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa, jemi munduar ta krijojmë në atë mënyrë që të kalojnë disa pika të cilat janë duke pritur një kohë gjatë. Pika që kanë të bëjnë me çështjet e qytetit, jo krejt pika që kanë të bëjnë me prona që janë interes i juaj dhe i ekzekutivit, po për shembull është plani lokal i veprimit për barazit gjinore që po na vjen seancë 6 muaj ditë hala s'ka arrit mu trajtu. Strategjia për kulturë drejtoresh që s'po i vjen rani për shkak se ekzekutivi po dën fillimisht me qenë disa pika që kanë të bëjnë me prona. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që Kuvendi Komunal i Prishtinës, si institucioni më i lartë i kryeqytetit, të trajtojë edhe çështje tjera, jo veç prona dhe jo veç plane urbanistike.
ju mbasi sot edhe mund ta ndryshoni rendin e ditës, ne I kemi disa mungesa këto, siç po shihet. Po në secilin variant atëherë është seancë e dështuar. Mbasi ju edhe doni ta dështoni seancën. Mbasi ky ka qenë edhe qëllimi I disa reagimeve që I keni bërë dje, e kam fjalën për prononcimin e kryetarit. Po sigurisht e dini që çfarë do pike që ka të bëjë me plane urbanistike, të cilat janë të jashtëligjshme dhe të cilat I fusni si pikat para të rendit ditës, kjo shpije në dështimin e seancës. Nëse jeni për me dështu seancën, urnoni, dështojeni. Ju jeni ekzekutive, keni këtë mundësi. Ne nuk votojmë me ndryshu ky rendi ditës, ne nuk votojmë pika me shti në fillim të rendit ditës pika që kanë të bëjnë me prona, pika që kanë të bëjnë me plane urbanistike që janë të jashtëligjshme. E dini qëndrimin tonë tash e sa kohë, jemi këtu për t'i trajtuar dhe për t'i votuar, për t'i kaluar shumicën e këtyre pikave që I keni sjellë këtu. Prandaj nëse ja doni të mirën qytetit, vazhdojmë kështu siç është rendi ditës të cilin e kemi pranuar së fundmi. Faleminderit. Faleminderit zoti Sveshla. Bari Gashi ka kërku fjalën? Vazhdo Gashi ta përmend emrin njëre. Faleminderit kryesus. La bolkes s'po na pa I kanë të shpia. Kush e këshyr? Inshallah kanë punë më të mesme se me na këshyr neve. Çdo respekt për policinë e Kosovës dhe për punën që ata bojnë të jashtëzakonshme, edhe I përshëndesim për këtu të gjithë. Faleminderit kryesus për fjalën që ma dhe, unë isha atë në komitet me gjithë kolegë këtu, na e bënëm do debate, do diskutime, edhe fatës libra bonin një interpretim I cili si pëlqej shumicës, edhe kjo praktikë po vazhdon. Për pronat, për cilat I kemi në rend ditës me sa I pash janë prona Këshillit Prokurorial, Policia e Kosovës, qysh janë institucione bre, ata ty ves japin rishvet për këtë varë pune. As bile me po me përmena e punë të shtinë në burg, edhe unë besoj që aty në të mjau letësua atë varë procesi që I kanë ato pronat tonat në përdorim, nështë ta mjau falje, mos mjau bojq do 5 vjetë, sikur me I mojtë në peng. Pastaj planet urbanistike, planet regulative, komuna e Prishtinës mirë me bërllak, komuna e Prishtinës mirë me kanalizim, komuna në përgjithësi mirët me plane, me rregullim të rrugëve, na nuk e kemi çështjen e statusit Kosovës, as raporte diplomatike me botën, na e kena ashtu të lashe, me bërllak, me qenë, me plane regulative, me këto. Kështu që mendoj që ky renditë do mundru mu kthy vjetri edhe secili prej neve po propozojmë pika që kena me rëndësi që I mendojmë që I vlerësojmë na për qytetarin e Prishtinës. Kisha lutë që të votim edhe kthejmë ose vazhdojmë qysh është mas miri. Faleminderit. Faleminderit zoti Gashi. Leutrim Ratkoceri ka kërku fjalën. Përshëndetje kryesus, koleg asambles, nderuar qytetar. Sot në këtë mbledhje të rregullt të kuvendit të kryeqytetit, po trajtojmë një çështje që tashmë e ka një epilog që e ka marrë në Komitetin për Politikë dhe Financa, një komitet dhe një organ I rëndësishëm I kuvendit të kryeqytetit. Nëse përkthejmë saktësisht se çka po kërkon shefja e grupit Lidhës Demokratike të Kosovës, sigurisht në koordinim me përparim Ramën, është kthimi I një rendi të ditës ku pike 2 të rendit ditës është hartimi I planit hollësishëm rregullues për Çaglavicën. Kthimi në fillim të kësaj pike dhe anulimi disa pikave më rëndësi, siç është subvencionimi